Do më thënë, në qeverinë Rama, po vjedhen qytetarë spanjoll, po vjedhen qytetarë gjerman, po vjedhen qytetarë italian, po vjedhen qytetarët austriak, po vjedhen qytetarët francez. Ne nuk kemi gati, ne nuk kemi gati, evazion është dhe. Ata nuk na pranojnë, ata na kanë bllokuar rrugën drejt Bashkimit Evropian. Dhe fajnë e ka Saliu, se nuk let garoj Saliani. Jo, se ka lidhe, fare, zërë. Unë, a ishë ma betë tjetër, se s'du ta vendosh të këtë temë. Ne, du ta bëj, po nëse. Nuk du ta vendosh të Berisha këtë qështën. Problemi ma nuk kam gjuar histori. Jo, fare, zërë. S'ka lidhe, fare. Kam gjuar histori të mërshme për grupin e call centrave kryesisht. Mi fel, janë njerëz se ne diskutojmë kështu si kur ata qytetarët europian janë sa njerëz zakonshëm që kanë sa lek për të shpenzu, pra i trajtojnë si kur janë, këta janë bigjozji, në fakt, edhe po të gjosh janë tipë që thë këta janë bigjozji dhe lozi bigjozji, ka shumë njerëz që janë smur terminal, që kanë një llogari parash për shërim dhe ndoshta shkak situatës me anë të lekëve të tjera që mund përfitojnë të gjeni lloj kure ose të kurohen diku. Ka njerëz me probleme të mëdha, shtëpi apo biznese dhe këta nuk është se vetëm për i vjedhin, për i shkatrojnë komplet shpresën, të ardhmen, jetën, nuk është fjala që është një vjedhje se këto tjera s'merren vesh 100 lekë këtu, 100 lekë aty. Këto, përveç këtyre këta po vjedhje shqiptarët. Pra, rastet e këtyre janë nga më skandaloze dhe unë i përbuz këta, sepse unë nuk e di se si ja bëjnë, ose si e bëjnë gjumin e rahat në darë, kur vej kokën jastike dhe mund t'i marrësh një njeriu, smuri terminal, t'i marrësh parat që i ka jetike. Pra ti, jo vetëm po e vjedh, po e vret. Se tjetër gjë është ta vjedhësh edhe ta vrasësh njëkohësisht. Ky rast është shqetësues. Por ajo që ne kemi thënë se ne bëjmë gabim kur themi që policia, kur them policia tani se s'do t'i hyjmë, nuk bëhet fjalë për policin e thjesht të trafikut, por atë policë që deri dje i merrnin haracin mujor, pra ishte varionte nga 10.000, 20.000 në bazë të punojësve, sot janë bashkëpronar, pra marrin përqindje, pra që ta lejojnë, dhe përqindja ka hyrë çimi në momentin kur erdhen grupet e para, gjermanët dhe spanjollët. Pra kur u bë gurguleja në Tiranë, që u bë situata pak më delikate, pak më rrezikshme, policia kaloi nga që merrte kuotën mujore, kaloi në bashkëpronar. Fillon me përqindje, fillon të kërkonin përqindje, pra ti do vjedhësh, po do vjedhë, ne jemi pronar bashkë me ju. Kur them policia, flas nivel drejtues, nuk flas që e kanë lejuar dhe kjo ka qenë po prapë të mëshme. Pra këta në të njëjtën kohë, të thash dhe një herë dhe po prapë se ne themin vodhen ata, po na vjedhin dhe ne. Dhe për një mirë arsye. Dhe tani do t'jap një detaj. Se mund të Rama, drejtësia, po prit, po vepron në erdhen këta dhe po i kapi. Rreth 6-7 vite më parë, do dalë dhe kjo. Një ministri i ka lënë në zyrë Edi Ramës dosi për call centrat. Dhe i ka thënë, shiko çfarë ka bërë ky idiot, jo do është problem. E di cili ka qenë miraku i Ramës? E dini me këtë gjë? Jo. Atëherë zhduk. Se kënesi mund thotë, ne po veprojmë, ligji, këta po vjedhen, ne po i kapim, bashkëpunim me partnerët. A i ka të paktën 6-7 vjetë që a e dinte, sigurisht që e dinte, po mund të thojë nuk e dje, që është informuar për dosjen e të vllajt nga ministri i tij. Ja ka lënë në zyrë, ka thënë, e din mediat, ky ka qenë shqyrtimi i Ramës. Ka rënë dorë të miteve, jo, është zhduk. Vetëm çimi i tij, ja,